Përshëndetje për krejqove gangstera, mirë se erdhët në këtë video, unë jam Mia dhe kjo është një video ndryshe nga të tjerët, është një reaction nga video e Luke për ndryshe Outdoor Boys që e kanë nxjerr. Shkojmë të shohim, është diçka emocionuese për shkak se unë Outdoor Boys apo videot e ndryshme për shembull çka janë në natyrë i shoh shumë dhe për këtë arsye ndiqni këtë video sepse është diçka emocionuese që është video e fundit që e poston Outdoor Boys për shkak se don me shiku karrierën e tij tek familja edhe shkojmë ta ndëgjojmë. Okej. Këtu kena me ju përkthie dhe juve si çka po thot, kështu që frini këtu. Hey everyone, this is going to be my last video for a little while. You know, I've been making YouTube videos for 11 years now. First with the cat. Unë thot po bëj video tani gati 11 vjet në YouTube. Fishing Carp YouTube channel. Kaunti i parë u konë dhe me thot Catfish and Carp, që dhe me thonë të kjo video pas ka postu 568, të ki kanal në fakt ka postu 568 video. Channel, then with this, the Outdoor Boys YouTube channel, and believe it edhe të ka now, first with the cat, edhe të akaunti Fishing Carp tjetër YouTube ka channel, then postu with this, the Outdoor 488 video. Now, first with the Catfish and Carp YouTube channel, then with this, the Outdoor Boys YouTube channel. And believe it or not, I've made 1,110 videos. Thot, besonja po jo, unë kam bërë dhe me thonë 1100 video. It's been a wild ride. The amount of time and energy that I've dedicated to making YouTube videos is Duhet me pat shumë energji, thot, kur bësh video për në YouTube. Hard to communicate. Edhe komunikimi për me bo video të me thonë është shumë i rrezikshëm sepse e dim gjithë që videot e Outdoor Boys janë shumë të ndryshme edhe shumë të me thonë me rrezik sepse ki gjithë videot i bon jashtë, nuk i bon të me thonë si jonë për shembull çka bëj video edhe hajt futja. Për kuptoni, të me thonë ki e rrezikon vitin e vet, e rrezikon jetën e vet, për me bo video të mira edhe me I postu më në fund në YouTube. So many late nights editing and packing and Shumë nota thot kom editu, shumë nota thot kom rreziku, unpacking, camping with pneumonia, building kom bo kempe edhe shumë sende të ndryshme të me thonë, ka bo edhe na për Antarktik, ka bo edhe në shumë vende të tjera. Camping with pneumonia, building log cabins while injured, but even good things can be taken too far, and I think I'm starting to reach that point. Dëshiron me ndalu për shkak se normal që editimet e këtij edhe videot e këtij siç ju thash janë shumë të rrezikshme. But I'm not just talking about the time and energy I spend making. Nuk foli thot vetëm për jetën, do me thonë nuk foli veç për kohën apo energjinë që I ka humb në YouTube për video. YouTube videos. I'm also talking about the attention it brings. In just the last 18 months, this YouTube channel has gained about 12 million subscribers. Vetëm thot 18 muajt e fundit kie kanal, do me thonë ka shku 12.9 milion abonent. And because of people stealing my content and posting it on other platforms, edhe pse thot njerëzit që I kanë shikuar videot e mia dhe I kanë postuar në platformat e tjera, do me thonë që I kanë postuar videot e Luke, do me thonë që I kanë postuar në Instagram, TikTok edhe në krejtë rrjete tjera sociale, do me thonë I kanë marrë të gatshme prej Lukes edhe direkt I kanë postuar apo prej Outdoor Boys edhe I kanë postuar në kanalin e tyre. My family and I have been viewed about 4 billion times, in addition to the 4 bilion shikime, do me thonë 8 billion views on YouTube. The sheer 8 bilion shikime ka në YouTube, wow. Volume of fans trying to contact Mi ju shpjegu shkurt e shqip si çka ka desh me thonë, do me thonë Luki në këtë video, se ndoshta keni me thonë që nuk po thot kështu pse po gënjem pse kështu pse ashtu, po ju tregoj shkurt e shqip e qartë çka do me thonë. Do me thonë Luke ka përmendur
I kam shkrujt këtu që mos me haru, po ju të them krejtve juve. Rriqja e shpejt e popularitetit thot, në 18 muajt e fundit, kanali Outdoor Boys filloi 12 milion abonent, duke arritur një total prej rreth 14.9 milion abonent. Ndikimi në jetën personale. Luke thot, Outdoor Boys përmendi se vëmendja e madhe publike dhe ndërveprimet e shumta me fanset në jetën e përditshme ishin bërë të vështira për të menaxhuar, duke ndikuar në jetën e tij edhe familjare. Prioriteti ndaj familjes, ai vendosi të fokusohet, thot, më shumë tek familja, duke ndihmuar veçanërisht djalin e tij të madh në zhvillimin e kanalit të tij Outdoor Tom. Do të thonë, Luke ka 3 djem edhe normal gruaja e tij dhe familja e tij baba nona, por kitash është duke ndihmu djalin e vet Tomin që me bë ai kanalin e tij të suksesshëm, po ashtu është i suksesshëm se ka mbi 736.000 abonent edhe është duke bë video domethënë te Outdoor Tom. Okej. Planet për të ardhmen. Luke përmendi se ka disa video të papërfunduara dhe plane për udhtim kampingu që mund të t'i publikoj më vonë gjatë këtij viti, domethënë. Njerëz sinqerisht nuk e di se a i njihni ju këtë djalë, këtë burr, po ju them shumë mirë edhe shumë qartë që ky është një ndër videot që më ka pëlqyer më shumë në YouTube. I shikoj edhe disa youtubera të jashtëm të tjerë, por videot si ki nuk i bën askush. Ja u premtoj këta. Okej, vazhdojmë. Trying to take pictures with me or just trying to come up and talk. Njerëzit kanë dashur të bëjnë foto me mua, kanë dashur që të jenë, domethënë, pra familjes teme, kanë respektuar familjen tem. To me in public it can be a bit overwhelming at times. And my wife and I, we both have real concerns about what this will do to our family if I keep. Gruaja ime thot në farforme i ka pëlqyer gruas vet për shembull që normal Luka ka pron miliona në shtëpi, por e dish kur vjen deri këtu edhe i ka thonë domethënë gruaja e Outdoor Boys se çfarë do të bëjna me familjen tonë, kur do të fokusohemi në familjen tonë. Edhe është shumë e vërtetë vëlla, se po në fundit e ka zgjedh familjen, kuptoni, jo famën, familjen. S'ka më të shenjtë se familja njerëz. And the time to stop is before this problem gets Kohët për të ndaluar so out of hand that my family and I can't live normal lives. Now, there's more than one reason for making this decision, and I still enjoy making videos and I still enjoy going on ventures. But kohët për të ndaluar është u kanë shumë më hershme, por ju kam thënë domethënë familjes që okay, po vazhdoj me bë video, po postoj video edhe po ashtu. I kanë ardhur kanë njënon mirë familjes vet, por kanë njënon vëlla, çish më ju thon. Familja është gjëja më e çmuar që ka në këtë jetë. Kështu që unë s'po do më u përsërit shumë, se ndoshta jo më përsërit 1-3-4 herë, po gjithsesi pelom edhe pak se çka po thot. And that's what I'm going to be doing. For one thing, ki thot, shkurt e shqip, po don me lon YouTube-ën edhe më u fokusu tek familja. Kaq shkurt e shqip muhabeti sepse u bë shumë e gat video. Do të thonë çkaç. Po do më ju thon gjithëve që për mua ka një ndër youtuberët më të mirë, Luke apo Outdoor Boys. Kështu që çfarë mendimi keni ju për Outdoor Boys, komentoni këtu poshtë. Besoj se e dini tani sepse është bë hit nga kretonët në YouTube, në TikTok më shumë, edhe e meriton sepse na ka kënaqur me videot e tij që i ka postuar secilën të shtonë. Kështu që kaq ishte video, faleminderit shumë që keni shikuar. Jam mërzitur shumë sinqerisht që e la Outdoor Boys YouTube-ën, por familja është gjëja më e çmuar. Selam alaikum.